Le të mendojmë për një moment, sikur dikush të shpallte sot shpikjen e një teknologjie të re, një pajisje krejtësisht revolucionare. Nga ato shpikjet që ndryshojnë epokat, me siguri. Fiks. Imagjinojmë një pajisje që ftoh rrugët e zhurmshme të qyteteve me disa gradë gjatë verës, filtron kimikatet helmuese nga ajri në nivel mikroskopik dhe, e di çfarë? Madje ul fizikisht nivelet e kortizolit në trurin e njeriut, thjesht duke qëndruar aty. Dhe pa përdorur asnjë watt energji elektrike. Wow. Pikërisht, pa kërkuar asnjë prizë apo kablo, bota do të shmendej pas kësaj shpikjeje, qeveri do të derdhnin miliarda. Të gjithë do donin ta instalonin në çdo cep rruge. Po, por këto teknologji ekziston tashmë, dhe gjithçka që kërkohet për ta vënë në punë është thjesht një lopata, pak dhe një fidan. Është paradoksi më i madh i epokës sonë moderne, domethënë. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të inovacioneve inxhinierike, pajisjet, kapjes së karbonit me teknologji të lartë, kur në fakt zgjidhja është një organizëm që ka evoluar për miliona vite për të bërë fiks këtë gjë. E vërtet. Dhe për këtë arsye, ky eksplorim i detajuar i burimeve sot merr shkas nga materialet e një nisme tepër interesante, të quajtur Mbill një pemë, një veprim i vogël për një planet më të gjelbër. Një koleksion burime shumë i pasur të tretën. Është vërtet. Dhe misioni i këtij diskutimi nuk është thjesht të bëjmë një listë se sa e bukur është natyra. Duam të zbulojmë pse mbjellja e pemëve shkon shumë përtej zbukurimit estetik. Si funksionon ajo si një urë thelbësore për sigurinë klimatike të brezave të ardhshëm. Po, dhe për mirëqenien e përditshme mendore që shpesh anashkalohet. Fiks. Ka një citat të burimet që mendoj se është pika e përsosur për të filluar. Thot, një pemë nuk është vetëm një bimë, është ajër më i pastër, është hije për brezat e ardhshëm, është jetë. Tingëllon shumë poetike, por nuk duhet ta ngatrojmë me romantizëm të thjeshtë, apo jo? Ka një fizik dhe biologji tepër të saktë pas kësaj. Le ta zbërthejmë këtë, sepse e dim të gjitha të faktin bazë që pemët prodhojnë oksigjen dhe thithin dioksid karboni. Sigurisht, na e mësojnë në shkollë fillore. Por unë dua të kuptoj mekanizmin e saktë se si një fidan i vogël në një trotuar arrin të krijojë atë lloj ekuilibri që laboratoret kërkojnë me dëshpërim. Si e bën saktësisht ftohjen e qytetit? Nëse e lidhim këtë me pamjen e përgjithshme, duhet kuptojmë një mekanizëm që shkenca e quan evapotranspirim. Evapotranspirim. Kjo tingëllon e komplikuar. Është pak tillë fjalë, por mekanizmi është gjenial. Kur jemi në rrugë gjatë verës, asfalti thithin nxehtësi nga dielli dhe e rrezaton atë përsëri lart. Kjo krijonte ashtu quajturit ishujt të nxehtësisë urbane. Do me thonë ato zonat ku ndjehesh sikur po piqesh i gjallë. Fiks. Tali, pemët nuk bëjnë thjesht atë hijen mekanike duke bllokuar dritën. Ato reagojnë në mënyrë aktive. Përmes rrënjve, thithin ujin nga thellësia dhe e lëshojnë atë përmes poreve mikroskopike të gjetheve. Avull. Pra si një lloj djerse qetësuese. Ashtu është. Dhe kalimi i ujit nga lëng në gaz kërkon energji termike. Pra, pema tërheq fizikisht nxehtësinë nga ajri për të avulluar këtë ujë. Është një proces ftohjeje aktiv shumë i madhshëm. Kjo më bën të mendoj për kompjuterat moderne. Një qytet pa pemë është si një kompjuter super i fuqishëm që i kanë hequr ventilatorin ftoz. Një analogji e shkëlqyer. Do me thënë, sistemet vazhdojnë të punojnë, makinat lëvizin, njerëzit ecin, por nuk ka asnjë mekanizëm që largon nxehtësinë e mbledhur nga betoni. Dhe eventualisht, sistemi mbinzehet. Dhe përveç nxehtësisë, është edhe toka. Burimet flasin gjerësisht për erozionin, një problem madhor sot me këto shirat e rrëmbyshëm. Sistemi i rrënjve të pemës funksionon si një rrjet inxhinierike nën-toksore. E mban tokën që të mos shpëlahet. Pikërisht, krijon kohezion. Pa rrënjet e pemëve, kemi rrëshqitje masive të dheut. Është infrastrukturë mbajtëse natyrore. Tani që po thellohemi këtu, dua të kthehem te pjesa e citatit hije për brezat e ardhshëm, sepse kapaciteti i ftohjes së një fidani nuk është i njëjtë me një lis 30 vjeçar. Nuk është as pak i njëjtë. Mbjellja e një peme është një marrëdhënie me kohën. Pra, do të thotë kjo që fidanin e sotëm e mbjellim ekskluzivisht për një fëmijë që ende nuk ka lindur? Në nivel klimatik global, po, pemët bëhen depo gjigante të karbonit vetëm kur arrin maturitetin, pra po ndërtojmë shtëpinë së nesërmes. Këtu bëhet vërtet interesante sepse ndërsa ne presim dekada për ato përfitime klimatike makro,
pema po ndikon biologjin ton tani, sot, në momentin që lëshon gjethet e para në mes të zhurmës së qytetit. Mirëqenia urbane është një aspekt thelbësor në këto burime. Tani, unë do të luaj pak rolin e avokatit të djallit këtu, sepse kjo ideja që hapësirat e gjelbra ulin stresin, shpesh duke pak si fjalë të bukura. Si një efekt placebo, tho? Pikërisht. Do me thonë, a ndodh ulja e stresit sepse ngjyra e shilet duket bukur dhe ne mendojmë se jemi qetë, a ka një bazë neuroshkencore për këtë? Ajo që është më gjepse këtu është se provat klinike flasin për një efekt 100% biologjik dhe evolucionar, zero placebo. Vërtet, çfarë do të thotë kjo fjalë për fjalë për trurin ton? Le të flasim për gjeometrinë. Qytetet janë të mbushura me vija të drejta, ndërtesa katrore, rrugë të drejta, kënde prej 90 gradësh. Truri ynë nuk ka evoluar në këtë mjedis. Është të vërtet. Natyra nuk ka vijore. Fiks. Për të procesuar këtë gjeometri të ngurtë, truri kërkon atë që quhet vëmendja e drejtuar. Është një përqendrim që shteron shpejt rezervat e energjisë mendore dhe lëshon kortizol, hormonin e stresit. Do me thënë qyteti po na streson vizualisht para se ta kuptojmë ne. Sakt. Dhe aty hyn pemët me atë që quhet gjeometri fraktale. Gjethet, degët janë struktura fraktale, modele që përsëriten natyrshëm. Truri ynë e ka tepër të lehtë i procesoj këto. Si një gjuhë që e njeh mirë. Pikërisht. Kjo aktivizon atë që quhet magjepsja e butë. Korteksi paraballor pushon, rrahjet e zemrës ngadalësohen fizikisht dhe presioni i gjakut bie. Pema është një buton fiksierje për stresin vizual. Wow, është absolutisht mbreslënse kur e dëgjon të shpjeguar kështu. Nuk është romantizëm, është kimi e pastër truri, dhe burimet gjithashtu e theksonin fort ndotjen akustike. Një tjetër problem masiv në jetën urbane, zhurmat. Njerëzit shpesh mendojnë se pemët thjesht formojnë një mur të trashë që bllokojnë zhurmën fizikisht, si një gardë betoni. Nuk funksionojnë fare ashtu në fakt. Do me thënë valët zanore të makinave përplasen nëpër beton dhe bëhen më agresive. Trupi ynë rin atë gjendjen lufto ose mbath, vazhdimisht në alarm. Si na mbron pema nga kjo? Gjethet funksionojnë si deflektor akustik multidrejtimësh. Nuk e bllokojnë tingullin, por e shpërndajnë atë. Valët zanore godasin sipërfaqet e parregullta të gjetheve dhe frekuencat e larta që janë më stresueset thyhen e absorbohen. Pra, ato e coptojnë zhurmën para se të arrijë në veshin ton. Krijojnë një xhep qetësie ku njerëzit mund të flasin e të jetojnë pa u ndjerë të sulmuar nga zhurma. E thatë në mënyrë të përsosur. Atëherë, kur shkenca është kaq e padiskutueshme, kur dim për evapotranspirimin, gjeometrin fraktale dhe akustikën, pyetja është, pse nuk po mbjellin të gjithë një pemë sot? E po aty hynit e barierat mendore. Po, mendoja për atë fenomenin psikologjik që quhet efekti i kalimtarit. Ndodh një aksident, shumë njerëz e shohin, por të gjithë presin që dikush tjetër të thras ambulancën. Dhe kështu askush nuk bën asgjë. Unë them se jetojmë në një efekt kalimtari mjedisor. Kjo ngre një pyetje të rëndësishme mbi përgjegjësinë personale, dhe burimet i çmentojnë me shumë kujdes këto mite. Miti i parë është ai që dëgjojmë gjithmonë. Një pemë nuk bën ndonjë diferencë. Sidomos kur dëgjojmë lajme për shkrirjen e akullnajave, të mbjellësh një fidan duket si të zbrazësh oqeanin me një lugë gjelle. Është një ndjenjë dëshpërimi e kuptueshme. Por burimet na thonë të ndrojmë lente, nga makroklima globale te mikroklima lokale. Çdo pyll fillon nga një pemë vetme, apo jo? Po, dhe ajo një pemë ndryshon menjëherë rrugën tënde. Krijon habitat për zogjt, ul temperaturën aty ku fëmijët kalojnë për ditë. Diferenca është absolute për atë lagje. E qartë, dhe kjo na çon te miti i dytë që lidhet prapë me atë efektin e kalimtarit. Dikush tjetër do ta bëjë, është detyrë e bashkisë ose ndonjë organizate. Ky nën kontraktimi përgjegjësisë mjedisore i mban komunitetet pasive. Kur ne presim që një autoritet i centralizuar të zgjidhë gjithçka, mjedisi përreth shtëpive tona degradon. Duhet jemi përgjegjës për ato që ndodh jashtë derës son. Dhe po sikur dikush të thot unë dua por nuk kam hapësirë. Ky është miti i tretë dhe shumë i përhapur. Jo të gjithë kanë një obor në qytet. Është një sfidë praktike, por shpesh është më shumë mungesë imagjinate. Si mund ta zgjidhin njerëzit në një apartament për shembull? Ka hapësira pafund kur fillon i kërkon. Oborret e shkollave shpesh kanë nevojë urgjente për pemë, ka vende të lëna djern për rrugë ku një pemë e vjetër ka rënë,
Ka organizime komunitare në pyjet periferike? Apo edhe duke u kujdesur për pemt që tashmë janë aty, domethënë duke i ujitur gjatë thatësirës, ose balkonet e gjelbra, çdo gjë ka ndikim. Pikrisht, akti i të kujdesurit ka po aq rëndësi sa edhe hapësira e gjelbërimit. Tani, burimet ndalen edhe te një koncept tjetër që e pash mjaft të guximshëm, një lloj ripërcaktimi të patriotizmit. Dhe theksoj, kjo nuk ka asnjë ngjyrim politik në materiale, as të majt as të djaft, është thjesht një ide etike. Po, flitet për një pamje të re të asaj se çfarë do të thotë ta duash vendin tënd. Fiks. Në thelb thotë se patriotizmi nuk janë thjesht fjalë të mëdha abstrakte. Është fjale për fjalë, të mbrosh tokën nga erozioni, të pastrosh ajrin mbi atë tokë, ta ruash mjedisin fizik nga degradimi. E bën atë nga një hobi për natyrën në një detyrë të vërtet qytetare. Është një ndryshim psikologjik briljant. Nuk po të kërkojnë të shpotosh planetin abstrakt, por të mos lësh shtëprinë tënde fizike të bjerë. Nëse i ngrem në qiell heronjtë e historisë për pastaj lëm qytetin të mbytet nga smoku, ajo lidhja historike zbehet. Do me thënë, pronosia kolektive mbi cilësinë e jetës, dashuri praktike për vendin. Nëse do që ai vend të jetarit, duhet t'i mbjellësh mushkëritë e reja. Pra, çfarë do të thotë e gjitha kjo? E nisëm këtë eksplorim të detajuar për të kuptuar thelbin e nismës për të i pamjes sipërfaqësore, dhe pam se mekanizmat si evapotranspirimi shpëtojnë lagjet tona nga nxehtësia vdekjebrurëse. Dhe zbuluam fuqinë neurologjike të gjeometrisë fraktane mbi shëndetin ton mendor. Pikërisht, rregulator natyror të stresit dhe mbrojtës të dëgjimit nga zhurmat urbane. Pam gjithashtu që justifikimet si mungesa e hapësirës apo të priturit e dikujt tjetër janë thjesht rrugdalje nga përgjegjësia thelbësore lokale. Ne nuk mund të presim që zgjidhjet globale të bien nga qielli. Çdo pyll i madh është mbjell pemë pas peme. Ashtu është, mesazhi përfundimtar është i pastër, secili nga ne ka mundësi të bëjë diçka, nga një vazo në balkon deri te një mbjellje masive në lagje, sepse të pastrosh ajrin sot është të ndërtosh infrastrukturën biologjike të nesërmes. Dhe gjitha kjo ndërtohet mbi nevojën për altruizëm gjeneracional, për të mos pritur atë shpërblimin e menjëhershëm. Dhe ky dimensioni së ardhmes na shtyn të mendojmë pak më thellë në mbyllje të këtij diskutimi. Po sikur ne si shoqëri moderne të jemi duke i matur gjërat me njësinë e gabuar. Si do me thënë? Për momentin ne masim pasurinë e një qyteti duke numëruar rrokaqiejt e betonit, ose sa makina kalojnë në orë në një autostrad, apo sa qendra tregtare hapen. Kjo konsiderohet zhvillim. Po e kuptoj ku doni t'illni. Po sikur zhvillimi i vërtet apo pasuria e vërtetë e një qyteti të matej me moshën e pemëve të tij, me numrin e atyre kurorave që hedhin hije shëruese mbi njerëzit e tij. Të marrësh një lopatë sot nuk është thjesht një projekt fundjave. Jo, është diçka shumë më e rëndësishme. Është akti më i madh dhe më radikal i optimizmit që ekziston. Është të punosh sot për një të ardhme, hijen e së cilës mund të mos e shijosh kur vet. Të krijosh kushte që të tjerë që ti as nuk i njeh të mund të marrin frymë lirisht nesër. Dhe ndoshta kjo është vërtet trashëgimia vetme që ja vlen të lihet pas.